shko. Po shko më shta për këtë sosu. Ka e mirë. Jak się zapadnie, przyszło? Spróbuję tak. Bierzmy go. Bierzmy go, to jest Imo. Jaka John Pio. Nie. Do mocha.
Neve të Atit, e të Birit, e të Shpirtit Shejt. Amen. Paqja qoftë me ju. Të zremotra përshëndetje nga una ime dhe gjithë përshtarëve këtu, pranishëm, prindërit, nunat, nuneshat, pastaj mbështarët që në pranishëm këtu, vëllezërit mbështarë, motrat, ministrantët, kori, gjithë pranishmit, me në gjithë malë po shoh, që marrin pjesë në meshën e shenjtë, ditën e shajve, ditigja kishës, edhe në kusë rritja kishës në të këzmuarve. I lutime për këta të këzmuar që do të këzmohen, që Zoti t'jo prit marrën, të bën të mirë, suksesshëm, e të ketë lumturinë në jetën e tyre. Tani jemi gjithë në Katar, të vendishëm për mëkatet tona, kërkojmë falje e mëshirë prej Zotit. Po i rthehem. Jo të dhe jo se kam kaluar shumë, me mendime, me fjalë, me vepra dhe me shime, për fajin tim, për matmatin fajin tim, randaj për rësitën se në smari që në konfirëve, e gjithë shëjtëve, e ju valëzër e motra, si të dukëmi për mua sotë. Ky gjithë poshteshëm pas mëshirë për ne, në e falë mëkatet tona dhe në përcjellë në jetën e pasosur. Amen. Amen.
Lavdi hyjit në lartësi që lohore. O hyte mbi misterin e fesës së sotme, e shenjton kishën tënde të gjithëmbashme, të përhapur në çdo vend e çdo kom, zbrazje dhuratat e Shpirtit Shenjtë mbi të gjithë njerëzit, e vazhdoje në zemrat e besimtarëve veprën e dashurisë që ti ndërmorre në fillimin e predikimit të Ungjillit, në për Zotin ton Jezu Krishtin, birin ton, që me ty jeton e mbretëron, në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj, për të dhe shekujt e shekujve.
Jerusalem, banoni një tej, jashtë të përshkëtshëm, të ardhur për të gjitha kohëve të botës, dhe po dëgjuar ushtim, nga rande një shumicë e madhe dhe vetëm të haritur, sepse secili i këqanëve duke folur në gjuhën e vet. Të gjithë çuditëshin e u marrëmarrja e dëshën, këta njerëz që po flasin, a thua pa duke të gjithë Galileas? Po si atëherë, secili prej nesh i gjallë duke folur në gjuhën e vet anëtare. Part, Med, Elamit, banorë të Mesopotamisë, të Judesë, të Egjiptit, të babilonëve të Libisë dhe të Sirës. Njerëz të ardhur nga Roma, Judejë dhe Persilitë, Kretas dhe Arab, të gjithë ne meritojmë duke shpallur veprat e mallëkueshme të Tyre, me gjuhën tonë anëtare. Fjala e Zotit. Tin
ndër zemra si me këtjen. Lodhu mjetë Krishtas Kocon. Në mund të tjerës të tjerë pëshem. Vak e luft të tjerë festim. Lop të tërë zemra të nështëm. Dritë pinore në shqetni, shlit me mendjet e të shupin. Ka dhe fjarë kënë të shpësën. Kusje ti që s'ka të shtaj. Në tyrë njeri që së qëndran, që t'jetë shenjë si ti danë. Njohë atjeq danda të pastra, shpirtra të njëre të rgo, vare të mëkatit në i shëro. Qka është brisht kënë shëmë lako, qka është fëtot me flakë rëtho, qka është snakët në mbërbrito. Jep në ne që ty besojnë, jep në ne që në ty shpresojnë, shtatë dantit që aqë të shirojnë. Mundin tonë të na shpërblem, në mërkat me vdek ti mos më lem, vën me ty në mshem të mnojnë. Amen, Alleluja. Në mbrëmje, po të autoritetet e parë të javës, dërsa kërë shpërtjesë ku banave të sënësit ishin të mbyllura e kërikës student. Erdhe Jezus i zuri vend për dhe sënërë dhe mëra, aqja i. Si u ta kështu të regojëtor dhe kralori, sënësit të pësuar të reparë sëpri. Andaj u tha prap, paqja i. Si kurse të dërgoj mua ati, ashtu ku i dërgoj ju, si foli kështu u kati me ta dhe tha. Edhe shpirti shejt atyre që u afali u kati të falen, atyre që nuk u afali nuk u falen. Fjala e Zotit.
Zëzre Motra, ka shumë kandidatë për prezidentin, ta kete parasysh sot një veç. Gita Shaja, në më thamë viti kishtare ka restrukturë. 5 vjetë janë moshë që nga bashkë në isë. 20 vjetë, 4 vjetë, pas bashkëve, Krishtu gjithë një gjithë. Dhe të pas e në vërë shkirtish. Tani, shikoni që jene duke fyra kuqe. Qa dhe me thënë e ka fyra kuqe, edhe në shikoni që janë 30 fyra kuqe e tjera, grupi, jo dhe që dhe të shkirtish në të nërë. Zbritja shpirtit shenjë apostëri për të lidhja kishës, vizitimi parë. Pasi apostëri e bërë shpirtin shenjë, ata u bërë në shqiptarë dhe Krishtit, me fjalë, me shëndë dhe vjetë. Qëto dhe shpirtin shenjë, që në Krishtit dhe bërë, në kishën dhe vetë. Për sosjet dhe shkërimit, atë pritës stërgjishtë dhe të zjarë. Shpirti shenjë duke të dritës, stërgjit dhe zjarë, bërë në të shqipë dhe matë të cëtë të ti, të cilët në parë ishë të përcëtë. Përshira zjerë frikën, frita e eqnikën zjerë shpresën, sigurinë. Drita do të thotë e vërteta. Zëtët e Krishtit duhet të dëshmojnë të vërtetën e botë dhe të nëzgërë kundër gënjeshtës dhe mashtrimit. Stuhia do të thotë se Krishteti duhet të jetë gjithë vigjilent të shuar, i gatshëm për të nëzgërë të keqen e botë. A i duhet të shkapatosët dhe armet e becisë dhe besimit dhe të dashurisë. Zjarë do të thotë që zënësi të Krishtit duhet të flatë plotësinë dhe integritizmin dhe këndurës të botë dhe të sjellë plotësinë dashurinë dhe paqen. Do ishte të pakashun simbolën që të tregojnë ditën e shajnë. Unë do të japë një zemër të re, do të fusë në ju një shpirë të ri, do të tjerë të ishe ju një zemër në kurë, e të jetë një zemër në ishë që të jetë, kuptonë. Jo dhe zërë mëtra të paka shumë të të zilurika e shanë. Tani, kam fytje e kam fjallë me ta që të përëzër. Pytja, a mani me të dojnë i pasur? Jo. Sepse, atë e pritit, ullin po të nëndesha, ata ka të forë për ju. Pra ne, ata ka të përgjegje për ju, që të do pastaj, që ka të forë për ju sëmë. Mas pari, shku të dishtë sakramentet që ka e me. Krishtos në le, në të sakramentet. Paksimi është shpërtim i jetës në Zotë. Një. Prezbimi do të të jam në rrugë të pjekurisë të shtimë. Ju për shabon, sot, të korbi si të pjekur për të marë pjesë, aktivisht, në këtë kështerë edhe në këzderë, edhe të kishë kështë. Fungimi, Krishti tjerë të kurë në zemën një. Rëfimi, thërë nga Zotit dhe pajtohër në
Zotit me forcon dhe me falë shtetit. Dhe dhe për shumë të përpikë në të prizit të policisë së Amadegio. Mështari të letë të Dios, a e të Zotit për shtetit. Prandaj, Zotit në forcon dhe në falë shtetit në altë. Urdi shenjë, dhe në shërbim të Krishtit. Urora e martesës do të thotë, Zotit me ndihmon jetën martësore, që të realizoj atë sa më mirë si bashkët dhe si pritë. Ka asim tani, paksimi e këzbimi. Paksimi, në vend të leje, vendoset pritë. Këzbimi, vendoset unë vetë personalisht. Paksimi, dhe fëmi të Zotit në nërë të kishës. Këzbimi, dhe në të shpetari të kishës. Gjithë të të praktikë në të shpetari. Ju të rinë, edhe kashtë kjepuria të pjetër të rëndë. Prandaj, të ishë kjepu, du të thotë të dëllosh mirën ka keqen. Ta me nënosh të keqen, ta të rosh të keqen. Praktikisht, ta shte sot me zërë. Qa do të përë? Kush është më javë e juve? A e prikërit. Shka të t'i plakët juve në Zotit? Dhe dhe prikërit juve. Së në mas mare, Zotit të 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 prikërit. Edhe një gjë të prikërit. Edhe ata mësojnë juve për jetën tuaj, ata ka përvoj jetën, funkcioni shkollë, që u ka prejnë historie për të njëve. Pritit kanë përvoj jetën, ata shkallëzën juve e kanë përvoj shpinën. Përvoj e jetës. Prandaj, këto shka të mund të tjerë. Kini shokën për të njëve, të të hajtim dumarë. Jo, nuk të pse, du shtetin të më spanë, edhe në tua të respektoj se në vritë, punoj, buen për bukën e gojës. Pa shokën në rindrojë, jo. Dhe të rasta, nuk është të tjerë, por është të të gjellet, edukata. Pasaj e të 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 darë, pregatitit e të martesë. Atëre, do të thonë, martesën të përdojë. Sa varë kishë për vërë për vërë për bukullatë. Betim pasë, kishë për bestikrimë. Atër kërinit ka përvoj jetën, e të të ishte mirë që shdo dhe primërit, me qëtë të bazë, me qëtë të njërë. Jo nga pëzmu, jo. Por nga përvoja primërit, majsi të edhe jetë është majtë, edhe përpesa është maqë në që e shumë qëra tjera që të thotë që në mjekuri në të dhe në shkollë. Në juani, shkollë në këtë. Kjo e të shkia, në sjetet e të mja, në shumë si qësi, si shkollë, si në kishë, ta në shumë të shki, në këtë këzbiti të shkë. Këzbova, ta shtë të nërë pasë në kishë, s'ka dhe shkollë, edhe ta shtë të së përdohë, njërë baba të kishë në të shki që më gjënë, jam pëzmu, edhe përdojnë të 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 jo. Ta shtë të ju të të prasysh, vetën kurve, shëntrojet ditën dirë e ditën festë. Dhe nuk është qenë, por të fusë të kurve, por të zotin, nuk ka nështë të shkë. Pastaj, unë shumë të e brejtë për shumë. Për mërë të jarë, të të tjetë, të bërë të të të
dalin në formë e lexojnë fjalën e Zotit. Jo thjeshta, por fjala e Zotit për ti bashkëmisht. Tash ju, se dëshmitar, duhet më laboru në shtare, që unë duhet të lexoj shkrimisht. Nuk përgatim mirë, me lexuar mirë fjalën e Zotit, u vesh mirë, u njësës për, po tje veshe është pëmtim. Veshe është pëmtim në shkuat se si, ishë mirë në respekt e kishës të fjallë e Zotit para për. Si tjemë si për. E shumë që atëra që ju në sjetën të dojë tjemi dëshmi, jo është për një dëshmitarë. Pak ziti, rëndon pak sot në shtari dhe nevojë të të push. S'ka me shtari, ku është një, rate e së të tjemë, pak zëtë për një të Krezvini, rëndon krezvoni peshë, por me nefë në sa që vetën në shtarë. S'ka, po i peshë në së të marë dhe parë tjera probleme, që s'ku të një, atër ku të dërgojnë në shtarë, a i ku të krezvoni. Pak zini, prinë dhe njëna, marë për nësinë për nësinë. Ata përgjini pak zini. Tani nune në nesha në shëqër dhe jetë. Tash nuk nune në nesha dhe sa ka qështë, për qëse nune në nesha, shoj që e kesë, e ta nesit vetën për të të rëtinë, sepse e është të më për një ty. Andej, do të nevoni edhe ajtë të jetë përshquar, kur në nesha jetë për dhe ju bashkë. Të shëqëroj edhe të të vetën që është e jeni. Në këso është problemi krasimi i pazimi për në zërë. Pse duhet të krezmohë? Sepse duhet të jetojnë në nëndjet e krishterë. Ashtë në një. Si të bijë, si të përgjë, ashtë në nëndjet e ljotë, do të jetojnë në pësit e krishterë. Sepse dua të realizoj dhe jetë besimin në Krishtin. Sepse dua të jetoj që të antar i bashkisë Krishtin. Kur themi kisha, kisha fillestare e kokën është familja. Aty është vërë për Krishtin dhe të definituar nga prejnë. Si të mësëtona, përgatim për e pikrim papë, si është veja jo që e papë dhe të rëgë majman botë. Dhe unë ka bërë atë që ka të konsultona për të asyrit të fërë. Pas të është familja, të rëgë aktiv familjes. Aktiv dhe ishë për familjes. Pas e është një përshmira, ja të mundit një përshmira. Edhe të kisha madhe, unë në gjallë e në këtë për. Unë kisha të konstitujet, edhe kisha në gjallë, kjo është komunizm. Jam dhe zërëtot e pak e shumë, një nga shumë për të ratë, në doha dhe të kësur shka e një mësërë. Dita shajme edhe pakziti. Pakziti, përësiti bitë të shumë. Pra tim nga, dhe të suha më pasmari nga dhe për të atës. Trek pashtë me, deri sot, nga të suha nga dhe për të atës. Që atë shumë parja përë, edhe sot të shumë. E shumë të shumë. Pas të ishë në njërë në gjëtarë. Dore, në vepra të posë të rëpojnë, shaka do të pasë të qatë të ishtë, kur për një kishtë.
kalohë, pasë e gjallë. Dhe se kontra për bezimin, jo të bezimin, po me faktin. Ata që me përpimue me të apostin, edhe të shmuri të fjallë, për të tekë. Ata kanë jetin për atë, që kanë faktin, që kanë përpimue. Jo vërtërisht. Madre. Një shpjegim shkurtër sa i përket rritit të kërcënimit. Fjala kryesore është bëhet në kryshin ballë me vaj kërcënimit. Ky vaj i kërcënimit është siguruar tetën e madhe. E çfarë do të thonë ka vaj? Vaji i ullirit, mas pari ka qenë i daqë, barë, për shnet. Pastaj, luftëtarët, që ka luftu kërë një tjetrit në dy luftime për shembull, ajo dy me vaj që të rrshet dora kër ta kap atë. Do më thonë, ta futon trupin, luftosh kundërshtarit. E tash, shka do të ne të bëjmë? Ne do të forcohemi kundërshtarit, kundër të madhe në djallit. A i mundohet gjatë jetës sonë, në mashtroj, në përfitoj, në du të luftojmë kundër djallit, i si do shpashtrus. Atëhere, pra me vajnë balë, themi pranoje vullën e dhuratës së Shpirtit Shenjtë. Do me thonë, ju me këzbim, vulloseni si të krishterë vetëdijshëm për të dëshmuar Krishtin. For të dashur, vëllezër e motra, ju tani me anë të sakramentit të këzbimit do të bërni Shpirtin Shenjtë. Ne me fe do të dëshmojmë se Shpirti Shenjtë është hyrë bashkë me Atin e me Birin. Dhe si ai do të jep jetë. Ai vullos atë çka ne ju ndikoj në pagzim. Gjithsesi, bashkësia krishtere në këtë familje shërbimit të shërbimit të Gjakov, kërkon që të bëjosh nga kandidat për sakramentin e besnikut. Katekistët e tyre me kanë referuar, po, se kanë dëgjuar me vend e fjalën e Zotit dhe kanë mësuar doktrinën e Kishës së Shenjtë, që në saj dhe veprimit të Shpirtit Shenjtë të bën dëshmitar të Krishtit në botë. Me gëzim të madh pranojmë të bi dhe bia për sakramentin e përforcimit. Të gjithë falenderojmë Zotin. Ripërtritja e pëntimeve. Atë që kanë forë për ju në pagzim, tani përgjigjen e ju. A i bini mojt në katit që të jetoni një lirin e bive të hyjt. Po, i bie mohit. A u bini mojt nga shtimeve të zekeshes që të mos utroj në katit. Po, i bie mohit. A i bini mojt djallit, autorit dhe shkaktarit të mëkatit. Po, i bie mohit. Tani çka besojmë ne? A besoni në hyjin, Atin e gjithë pushtetshëm, krijuesin e qiellit e të tokës? Po, besoj. A besoni në Jezu Krishtin, një të lindurin birin e tij, Zotin ton, që lindi prej Marisë Vizhër, vdiq dhe u varros, u ngjall së vdekuri dhe rritën te djatën e Atit? Po, besoj. A besoni në Shpirtin Shenjtë, që në Zot jetëbërës, i cili sot nëpërmjet sakramentit të këzmimit në mënyrë të veçantë ju jepet juve, sikur se urdhën apostujve ditën e shajve? Po, besoj. A besoni në Kishën e Shenjtë katolike dhe apostolike, shoqërinë e shenjtëve, faljen e mëkateve, ngjalljen e trupit dhe jetën e pasosur? Po, besoj. Kjo është feja jonë.
Kjo është feja kishës. Dhe ne na vderohemi për shpalljen. E hyjë gjithë pushtetshëm ati i Zotit ton Jezu Krishtit, i cili na rinjini me ujë dhe me Shpirtin Shenjtë, i cili na dha faljen e mëkateve, na rrit me hirën e vet në jetën Krisht, Zotin ton për jetën e pasosur. Amen. Të dashur vëllezër e motra, të dashur kandidat për krezmim. Që në pakzim keni rinjtur si bijtë e hyjë dhe i në bërë gjymtyre Krishtit dhe popullit të tij mbështerak, ju mbetet të merrni dhuratën e Shpirtit Shenjtë, që ditën e shajve që dërguan nga Zoti mbi apostujt dhe për apostujve e pasardhësve e tyre u çdhën të pagzuarve. Edhe ju do ta merrni sipas premtimit forcën e Shpirtit Shenjtë, që duke u bërë më të afërt me Krishtin, të mund të jepni dëshmi për mundimin dhe ngjalljen e Krishtit dhe të bëni pjesëmarrës aktiv të kishës për ndërtimin e trupit të Krishtit në fe e në dashuri. Vëllezër e motra, ta lutem hyrjen e gjithë pushtetshëm që të rrënjos në këta të rinjtur Shpirtin Shenjtë, që të forcoj me pasurinë e dhuratave të veta dhe duke hyrë me vajin e krezmimit, të bëjë këtësisht të njëjtë me Krishtin, birin e tij të vetëm. O hy i gjithë pushtetshëm, ati i Zotit jon Jezu Krishtit, ti që ke rinjtur këta fëmijë të tu me ujë dhe me Shpirtin Shenjtë, duke liruar nga mëkati, ndikojnë në ta Shpirtin Shenjtë ngushëllues, Shpirtin e urtisë e të kuptimit, Shpirtin e këshillës të forcës, Shpirtin e dijes dhe të përshpëtrisë dhe mushen me Shpirtin e frikës së të Shenjtë në për Krishtin Zotin tonë. Amen.
Zezre motra, le t'ja drejtojmë lutjet tona Zotit, Atit të gjithëpushtetshëm, që t'i ndihmoj me hinë e vek të bi dhe bia të tia, të cilët i ka rindur me pagzim dhe tani dëshiron të përfaqësoj me dhuratat e Shpirtit Shenjtë. Dhe lutemi së bashku duke thënë, dëgjoje o Zot lutjen tonë. Dëgjoje o Zot lutjen tonë. Neve që të preznohemi sot, që të forcuar nga Shpirti Shenjtë, të dëshmojmë me gozemën për gjithën e Jezu Krishtit, në jetën tonë të përditshme, të
Minat e luleshëm, që më shembull e tyre të fesë, të na udhëheqin në rrugën e Krishtit, të lutem. Dëgjoja o Zot lutjen tonë. Për paqen e tonë, që shpirti i dashurisë të smarrojë në zemrat e njerëzve dhe të sjellë harmoni e mirëkuptim mes popujve, të lutemi. Dëgjoja o Zot lutjen tonë. Për të gjithë këtu të pranishëm që ka i përkrim besimit tonë dhe të jetojmë me besim të rralla që kemi marrë të lutemi. Dëgjoja o Zot lutjen tonë. O Zot, Ati ynë, pranoj lutjet tona dhe mbushi me dhuratat e tua ka shëptor të tu, që të forcohen me shpirtin shenjt, rritjen e fe dhe në dashuri në për Krishtin Zotin ton. Amen. Lutën o vëllezër e motra që flia ime dhe juaja të dale përqyshme para hyjt Atit e gjithë pushteshëm. Zoti e pranon flenë prej tuajve të tua, e dalë për ndjerë nga vdikëm që ti. Bëj po të lutemi o Zot që si pas premtimet të birit ton,
Shpirti Shenjtë na zbuloj shëtësinë e kësaj flie, e ti hap zemrat tona për ta kuptuar plotësisht të vërtetën në për Krishtin e Zotin tonë. Amen. Zoti qoftë me ju. Ti lartësojmë zemra. Të falenderojmë Zotin tonë. Për një mendosh punë denjë dhe drejtë të tyre jonë dhe bërim shpëtimi. Të falenderojmë gjithmonë e gjithmonë ti o Zot ati shenjtë, ty gjithë pushtetshëm dhe i amshuar. Ti për ta kryer plotësisht misterin e Pashkëve, mbi ata që e kishe birësuar në përbiriton, sot e ke ndikuar Shpirtin Shenjtë. Ai në vetë fillimin e kishës, u zbuloi të gjithë popujve hyjnë në vërtet dhe gjuhët e ndryshme i bashkoi në dëshminë e një feje të vetme. Prandaj njerëzimi në marrë botën galdon me harren e plotë e Pashkëve, por dhe fuqitë e epërme dhe pushtetet e ngjëllore e këndojnë himnin e lavdisë sate duke thënë pa pushim. Me të vërtet, je shenjtë o Zot, burim i çdo shenjtërie. Ty pra, po të lutemi, shenjtoj këtë dhurata me hirin e shpirtit tënd, që të bën për ne korpi e gjaku i Zotit tonë Jezu Krishti. Ai, kur mëndetarisht po pranon të mundimet, mori bukën dhe falenderoi, e theu, u a dhanë zënësve dhe tha: merrni e hani të gjithë për këti, kjo është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu, pasur krye darka, mori edhe kelkun, përsërit e falenderoi, u a dhanë zënësve dhe tha: merrni pini të gjithë prej tij, kjo është kelku i gjakut tim, i besidës së re dhe të anshuar, që do të detet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve. Bëni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Unë projtoj ndjekjen të në shpallë i qalljen tënde, dhe presë artën tënde në një. Prandaj o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e të birit tonë, po të kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që në lejove të qëndrojmë para teje të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtri që Shpirti i Shenjtë na bashkojë në turp të vetëm të rritë që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit.
Le të bjerë në mend o Zot kërkishën tënde të shpërndarë në mëkateve në të botës, përso se në dashuri bashkë me Papën tonë Leonin e 14 dhe Peshën tonë Dodën dhe këtu të pranishmin Filin dhe me gjithë flerin tënde. Le të bje në mend dhe për vlezrit tanë motra tona të cilë po shuan me shpresë të ngjalljes, edhe për gjithë ata që vdiqën në shirën tënde, pranoj dhe ata në dritë në fytyre sate. Po të lutemi, ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur, me Marin Virgjën Hylinse, me Shën Jozefin fatën e saj, me shenjtë të apostujt Shën Pjetrën e Shën Palin, e me gjithë shenjtrit që gjithë herë të pëlqyjmë që të madhërojmë dhe të levdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënë. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në me Krishtin, ty o atë mi gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjtë, të qoftë dhe të henavdi, për të gjithë shekujtë dhe shekujtë. Tani të bashkurin i the, shpresë dhe dashuri të lutemi ashtu sikur na ka porositur Krishti, ati ynë që jete tjere, u shëjton në ardë për tyra jote, u bakë mesa jote, si në qjela që të tonë, duke në tonë të përgjishme, na i esat, na i falë fajet tona, si i falë në e kërë tona, dhe mos në kërë të rritë të timi, ona të orë me keqës. Na ndiro, po të lutemi o Zot për të gjitha të qijave, dhe për mirësin të tëndën e je pache në ditët tona, e në sajtë në shëresate do të lirohemi për rritmur për mkatin, e do të jemi të sigur për të turbullimi, duke pritur shpresën e lume ardhjen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishti. Ti o Zot jeme, ti gjithë pushtetshëm, ti lonë për na. O Zot Jezu Krishti, u ka thënë apostleve të tu për në pace, po ja pacen tine, mos i shikom katet tona, për felit ishe sate, jepja saj, se pas mulletit tënë pace dhe bashkim, ti që jetoni mbretëron në shekujt e shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Jepte njëri tjetrit shenjën e paqes. Paqja qoftë me ty, paqja qoftë me ty, paqja qoftë me ty. Qenë që i hyrit ja a i që është mkatet e botës, lum ata që në tëftuar në tryezën e Krishtit. O Zot, jam e mërë, që të rëman pjesë në tryezën e Tani është momenti i përndimit, kandidatë që janë kërësmorën, vini për para, se në gjitha me shfja, se të
të një peshme, pas të ratësinë dhe arës për të dikla, së një shkak të shkërda e kompime nga të të shkërda. Surprise!
Lutemi. O gytja dërën kishët satët e miraqillore, ruje hirtja dhe që shpirti shetëve projë që të mes nesh, dhe në përmet ushimit shpirtor që morën, të përparojnë dhe qërdimit e amshuar, në për Krishtin në Zotin tonë. me 30 maj,
është shtunja fundit e muajit. Është ditë ku i bashkënia jonë shtekton në letnicë të kisha Zorës. Ata të cilët kanë dëshirë të shkurtër të organizuar në autobusë, nisja marrë në ora 6 në mëngjes të shtunë. Por që me të marrë për të një biletën, të cilën nga vetë të shqiptoria të shirave, të kisha shtanofën gjatë javës, së njëri biletës ma shkullet një. Tani, dusë një peshë që ne e kimi sëleve, pas taj të bëjmë fotografinë e përbashkët për para Tarit, fotografinë i mund të lëmë në pashtë në Fabrice Gjacobës në Facebook, kisha ka një të Gjacob. Dhe në fund, procesën e prejosh do të mërë edhe kujtimi e kresnimi. Ashtë të tjena shajme, ndaj neve e fretën dhe potave, jurojnë për shumot për pesë në shajme. Zotë ju vekof një rrujë në zhjëtës. Tani, me këtë famë, dhe madhe me kimi sotja kajtë. Zoti qoftë me ju. Dhe me shpirtin tënd. Hyj ati i gjithë pushtetshëm që nga ujë dhe nga shpirti i shenjtë ju bën të rindi si bijë dhe bijat e tija, ju ruajt me dashurinë e atij atrore. Amen. Jezu Krishti, biri vetëm i Zotit, që i ka premtuar kishës të tij praninë e përhershme të shpirtit të vërtetës, ju forcoft në shpalljen e besimit të vërtetë. Amen. Shpirti i shenjtë që zbriti si zjarr i dashurisë në zemrat e apostujve, ju mbledh në bashkimin e familjes së Zotit dhe përmes provave të jetës ju shoqëroft në gëzimin e mbretërisë hyjnore. Amen. Dhe mbi ju e të gjithë që keni marrë pjesë në këtë këmbëtim, atë bekimi hyj të gjithë përteshëm i Atit, Birit dhe Shpirtit shenjtë. Amen. Më në fund edhe urimi im, urim që për zemrat të këzmuarve, Zoti ju prishmarën, ju bekov dhe rrut për çdo rrezik. Mesha u kry të shkojmë në paqë. Aleluja, aleluja. Falenderoj.
Ariel. Ariel. Hadi beni de sokun.